Të kemi edhe mikun tonë të emisionit, psikologun Ronin, Ron Kastrati. Përshëndetje, Ron. Përshëndetje për ju, përshëndetje dhe për Fidanin, të cilin e njoh dhe ju uroj suksese. Përshëndetje. Përshëndetje, Ron, faleminderit. Roni, faktikisht Fidani e përmendi, kritikoi edhe psikologët sa i përket çastjes së tyre në lidhje me festën e Halloweenit. Se komenton faktikisht e gjithë këtë diskutim në shoqërinë tonë sa i përket festës së Halloweenit, jo vetëm duke u bazuar në elementin e frikës që mund ta kenë fëmijët, por edhe në elemente tjera duke përfshirë këtu edhe ndoshta kulturën, traditën tonë, por edhe duke prekur edhe fetë. Pikërisht e dëgjova në vendje Fidanin dhe ai foli brenda kornizave shkencore, por edhe praktike, jo vetëm teorike. Është e vërtetë që ne nxitohemi në interpretimin e egzageruar të këtyre festave që kanë një karakter ceremonial, e që kam bindjen se pa qenë të njoftuar për historikun e një feste, ne bëjmë hop duke nxjerrë teorira dhe hipoteza të pa testuara ose të pa verifikuara. Pra, nuk mund t'i themi Halloweenit festë që nxit agresion ose ankth, frikë, e mund t'i shkaktoj trauma e tronditje fëmijëve duke hiperbolizuar këtë tema, por përpara se të interpretojmë apo të përkufizojmë çështje të tilla, duhet ta njohim kuadrin historik të kësaj feste, që në fakt në origjinën e saj vjen nga gjuha e vjetër irlandeze, pra vjen nga keltët e dikurshëm që kanë jetuar në territorin irlandez, skocez të Walesit, dhe kjo festë origjinën ka nga fjala Samhain, që do thot fundi verës, e që këto rituale në atë kohë janë bërë si simbolik që përcaktonte, pra ndante kufirin në mes të fundit të verës dhe fillimit të stinëve pasuese vjeshtës dhe dimrit, që nënkuptonte dritën nga errësira. Po, Ron, një shpjegim i kësaj çka po thua ti, i këtij emërimit të Halloweenit është edhe se gjithmonë duke aluduar në të kaluarën edhe në bazë të shkrimeve dhe në asaj çka mund të gjejmë në internet, thuhet që po në këtë datë kjo feste, Halloweenit, apo ndryshe Samhain, është për shkak se pretendohet se shpirtrat mund të prekin tokën. Është një ndarje, një vinë mes të jetës të kësaj bote dhe vdekjes. Shiko, unë në fakt atë isha duke artikuluar. Kjo përcaktonte pra kufirin mes dy botrave, të gjallë dhe të vdekurve, e që në fakt kjo ndikonte tek njerëzit, tek turmat në atë kohë, që të sublimonin frikën, pra, ose në anën tjetër të përdornin mekanizma mbrojtës duke qenë të maskuar për të mos u percepuar ose mos u dalluar nga shpirtat e këqij. Kështu ka qenë perceptimi dhe ideja e asaj feste, atij rituali në fakt në atë kohë. Por Papa Gregori III këtë festë pagane e krishtëroi dhe e shndroi në Halloween, e që sot kjo festë në kushtet e kontrolluara të frikës, kur them kushtet e kontrolluara të frikës, frikën e bën të eksituar, pra që do të thotë se njerëzit duke u friksuar, nuk duke qenë të kontrolluar, kur them të kontrolluar, arrin ta menaxhonin frikën, arrin ta sublimonin frikën, nuk mund të ndjenin frikë ose tronditje të papritur nga kjo festë që presupozohet nga disa njerëz që e cilësojnë si tronditëse. Gjithashtu, në qendër të çdo komuniteti kjo festohet, por kur festohet duke u monitoruar nga prindërit. Dhe thash unë Fidani, dallimi është shumë i madh nëse aplikohet, do të thotë praktikohet gjatë ditës, dhe natën fëmijët duhet të ndjekin ciklin biologjik të tyre, orarin biologjik të tyre, të flenë gjumë ose të jenë në tjera përgjithësi nga stili psikoedukativ që i specifikon, pra, nga shërbimet edukative që marrin nga prindërit. Tani, edhe një gjë duhet t'ju tregoj. Frika, kur sublimohet, pra, kur shndrohet në eksitim, bëhet lojë, bëhet argëtim. Dhe argëtimi stimulon oksitocinën, dopaminën, kimikatët përgjithse
që balancojnë apo ruajnë humorin e personit. Por ta bësh demonjake, ta cilësosh demonjake këtë festë, kjo i bie që nuk di fare për historik dhe për ritualet që janë zhvilluar më parë. Prandaj, për këtë unë kam bindjen që njerëzit le ta njohin fillimisht kuadrin historik e pastaj të formulojnë përkufizime dhe interpretime që kanë bazë shkencore. Po, Roni, faktikisht Fidani përmendi që këtu pak faktikisht i kritikoi psikologët sa i përket frikës që mund të përdoret si arsyetim për të kundërshtuar këtë festë, frika tek fëmijët. Frika është një emocion që mund të adaptohet në qoftë se shndrohet në lojë, sepse personi në qoftë se shikon një film horror, është shumë i vetëdijshëm që gjendet në një ambient të kontrolluar e që nuk mund të ndodhi ndonjë gjë e keqe dhe kjo frikë kontrollohet, adaptohet dhe shndrohet në një emocion adaptiv. Pra, është i kontrolluar dhe nuk shkakton probleme. Dhe në anën tjetër, kjo festë ka një funksion social. Cili është ky funksion? Halloweeni i lejon fëmijët të bëjnë invertimin e roleve, pra, ndryshimin e roleve, për shembull me kostume, me maska, supozojmë ndonjëherë edhe funksione tjera të cilat kanë karakter argëtues dhe atraktiv. E që brenda këtyre kornizave ekspozimi i përsëritur ndaj këtyre përmbajtjeve të frikshme sigurisht ndikon në ndryshimin emocional. Por shumë mirë tha Fidani. Ne flasim për Halloween, për pasojat negative që mund t'ju shkaktoj fëmijëve, harrojmë ligjëratat ekstreme që flitet për jetrat e varit, se si mund të dënohen kur të vdesin pas sa jete. Këto i dëgjojnë fëmijët, nuk kam kundër këtyre ligjërata, por thjesht pse duhet i dëgjojnë fëmijët këto? Pse fëmijët duhet të cenzurohen dhe të përjetojnë ankthndjellje në çdo moment? Ndërkohë, le të analizojmë mirë. Halloweeni, unë nuk të req paralele, mos më keq kuptoni, por Halloweeni ka një tjetër karakter. Prandaj unë këm ngull që ta njohim kuadrin historik të kësaj feste dhe në anën tjetër, kur është fëmiu i kontrolluar nga prindi, cilat probleme mund të shfaqet? Kur prindi është shumë i ndërgjetshëm se Halloweeni çfarë karakteri ka, por statuse bombastike, tema shumë ngjyrshë se Halloweeni bën këtë, atë shkakton këtë, kemi 1001 hallë problemesh në shumë vende, në shumë qytete të cilat duhet të reagojmë dhe duhet të jemi shumë kompetent për gjërat që i deklarojmë. Prandaj, unë konsideroj që këto festa duhet jo të respektohen, por edhe të analizohen mirë me vëmendje përpara se të reagohet publikisht për gjëra të paqena. Dhe në qoftë se analizojmë studimet shkencore, sigurisht që kemi shkaqet e vulnerabilitetit pra individual, që supozojmë persona që kanë histori ankthi ose persona që kanë probleme të stresit post-traumatik ose ndjeshmëri senzoriale ose zhvillim kognitiv ta themi kështu të dëmtuar ose fëmijë të vegjël që mund të mos dallojnë fantazin nga realiteti, këtu duhet të ndryj prindi që të ndihmojë të asistoj në këtë proces edukativ në lidhje me këtë festë. Kur jemi tek mediat dhe komercializimi, atë reklamat, filmat horror, festimet komerciale, këto rrisin pra ekspozimin ndaj stimuluesve të frikës dhe natyrisht që normalizojnë pastaj disa përbajtje që për të tjerët mund të jenë trigger. Problemi është sipas jush tek çështja e shpjegimit të gjanave, tek normalizimi i gjanave? Po në qoftë se ju e dini shumë mirë fjalën e unë popullore, ujë ku do mjegull, në qoftë se ne jemi të pa informuar ose të keq informuar për një gjë të caktuar, sigurisht ndjehemi konfuz dhe nxjerrim interpretime të afektuara pa qenë djeni për çfarë përplasim ose konkretisht për çfarë bëhet fjalë. Dhe kur ne këtë e racionalizojmë, e kuptojmë mirë, e qartësojmë, bazohemi në studime shkencore dhe jemi të mirë informuar për një dukuri të caktuar, problemet janë të minimizuara, nuk mund të sfidohemi me rreziqe. Po, kjo rënë se pas teja,
mund të jetë themi edhe kundërshtimi i kësaj gjëje, siç po thotë edhe faktikisht si shta dhe Fidani, për like, sa për të krijuar një debat dhe sa për të nxjerrë disa like në Facebook. Po pikërisht, kjo është, ka plotësisht drejt, kjo është ideja pra të krijohet perceptimi i atyre që e kundërshtojnë këtë, po pikërisht të krijohet perceptimi që unë po e luftoj gjoja dhunën, unë po e luftoj agresionin, unë po e luftoj frikët, dhe të jenë të vlerësuar nga shoqëria duke u konformuar me disa mendime ose hipotezat paqëna. Po mirë, le t'ja parashtrojmë atyre një pyetje. E kanë analizuar ata kuadrin psikologjik social në këtë rast çfarë shkakton Halloweeni? Pra, ndihmon funksionimin e bashkimit grupor, që është shumë e rëndësishme të keni dini, pra forcon lidhjet sociale përmes ritualeve kolektive që shërben për t'i shprehur emocionet e tyre dhe është një lloj identiteti kulturor dhe në anën tjetër ka edhe diçka shumë interesante që duhet ta ndaj me ju. Ka të bëjë me lejimin e devijimit të kontrolluar. Pra edhe një fjalë, lejimi i devijimit të kontrolluar. Çdo thotë se sipas teorisë së roleve të inverzionit, Halloweeni shërben si valvul sociale, pra i lejon shkeljet e normave, disa mini normave, themi, veshje të çuditshme, humor me prikra tjera të cilat janë eksituese dhe këto janë pa pasoja morale. Pra është një formë e sublimimit nga tensioni social. Dhe ne si qenie njerëzore kemi nevojë për këto festa ndonjëherë sepse përjetojmë tension social dhe për ta tensionuar pra tensioni social, çfarë bëjmë? Organizojmë rituale të tilla që nuk mund të jenë kaq tronditse si hidhen si bombë në erën publik në mediat sociale. Po, Roni, faleminderit shumë edhe për këtë pjesëmarrjen në këtë diskutim. Madje kushtrim është dashur që ti, unë, edhe Fidani në këtë emision të vishemi me kostume kështu pak të pritshme. Për mua nuk për mua pak më problematike për shkak se në emision nuk e kemi vetëm temën e Halloweenit, e dim që kemi edhe shumë tema dhe mysafir që lidhen me tema të tjera jashtë Halloweenit. Kështu që për ju do kishte me qenë okay, edhe nëse do të vinit me kostume. Roni, faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndetje Fidani zotëra. Shumë faleminderit.